Kalimtare. Ndonë të si shkon mirë, se që mirë. Edhe të shikë të mirë, si mirë. Dime ditë. Hajde më hajde. Hajde po të falim që kam të ishim të tërë bashkë, ishim të tërë. Ora skeneri festo de gjelda. Ja. Вообще нас плевит, я молю. Сиде нас плевит. Какой ты стоишь, как? Кушали, лека. Пьемли. Я режу коробки. Лека. Doña yo pasa que te me këto jemi komshinë. Po matat të njeh të gjitha po? Të gjithë matat? Po ja ku film Sulën. Xhemalin. Se ky bën edhe ato filmat kronikat. Është më interesant ato tre. Tot si tot është të tjetër jetë. Je po privat ka në buat ka netër po. Kam thënë që da ka qenë jo, si po kështu të jo, më falë pak. Shqipëria. Se unë e lavdroj kështu, tani leta marrë në shtër Shqipëria dhe më ta ndojnë atë. Unë e kam shërbyer rreth 15 vjet pa në preqati. Susana Dushës, e njeh Susana Dushës? Jo, nuk e njeh ti atë. Në punë? Tani atje Anastas Kristofori. Pilo Polori. Dhe Anastas Kristofori, se e njeh. Anastasi aktori? Anastas Kristofori teatri popullor. A dhe nga Amerika në një lejmë në një? Me telefon, kemi të mirë. Në një lejmë, në një letër, mirë, po, në punë, po. Bëhet gati për telefonat, akoma si ka marrë. Të në ju nderohet stera, ore? Dhe, mos e nga, po shkojnë qikat jetë e Gjajsmeti. Po, në për... Po... A së qa? Takoj. Po kemi parasysh qaqaj. Ne. Filmoj njerë ata që në nderojnë fterën. Pa tjetër. Edhe këta që do e vazhdojnë. Ajo është për pak. Po si shpegohet që lidhen periodet? Pse i mbledh ftera? Shiko, ki unitet dhe solidaritet ka qenë me traditet me fterë. Edhe pikrisht shfaqje këti uniteti dhe solidariteti është edhe sot. Edhe shpresojmë që ta trashëgojnë dhe brezat që do të vinë. Edhe kjo është pasuri e madhe, kolosale, kapitali çmuar. Të ruajt uniteti dhe solidariteti. Po humet e brezat. Jo, ja, fakti që kanë arë sot edhe të rigë edhe të mesëm, do thotë që do vazhdoj. Ka shpresa. Juve do vazhdojnë, pastaj Tashi,
Pastaj këta të tjerët pasardhësit. Tashi, sigurisht evolucioni bëhet, është i pashmangshëm në shoqëri. Po, tradita është e mirë, duhet të vazhdojnë dhe ta të rritë. Po alem brezave to të mirat, të këqijet mos i marrin. Po ka portë ftera thuaj që ti mbroj? Po ftera, tash ftera nuk është më në ftera, është përhapur në Tiranë. Jo, ftera ka sidomos pjesa më e madhe është në Tiranë. Ka veçori. Pastaj ka edhe vende të tjera. Se është një vend me identitet. Puna është që ruhen disa tradita të vjetra. Kemi pasur neve, ruhen deri tash. Tash tuti urojmë që ti vazhdojnë të rritë. Jemi të parët. Por zotin dhe u arrega. Se mos i dashur, a i dhe nga boshta. Oh, dhe gjithë se më në. Hajde ka gjithë të vërë? S'kështë atë? Bje vetër. Duhet të një, se s'kemi pëse në fatisi, dhe më në shumë fatisi, vrasje, që në të situatë. Hajde, familje, hajde. Berta, hajde. Një të dijem në shko. Dejle, Sulejmani este? Apo Gjemali? Gjemali është këmë. Dhe ban janë, e solo a vlaj me kamera. Kush solo? E ja, pëse se kanë marë. Solo a s'karsi. Po bise do, puthen, qikë, se s'është fotografi. Gjela, qatë të se pra. Në shenë të qerit. Po s'është turp të puthet? Jo, më shak dhe të rëtë e puthëm. Këndroni se erë dhe kamerë. Herë unë zora. Edhe njerë. Jo, s'ka nevoj, jo. Jo, ka nevoj për mua. Ka nevoj për mua. Do në bëj kronikën. Hajde kryetar. Hajde. Edhe kryetar në të firmë. Hajde. Shiko. Hajde më. Jo, më gojnë nga aty veta. Ja dhe një që djallin të ndërë. E zarë fakt do ajo i qullaj. Krije. Tamam. Në pozicion mis plakat. Ka dhe mis plaka, Po të bëjnë në një? Si mis plaka nuk është keq. Mis plaka jemi, tamam. Mis plaka është. Po ne jemi dhe. Nerë më ngele të ganë po në mësit. Shumë mirë, shumë mirë. Jo. Shumë mirë, po hajde. Jo, stereot e vërtet, ta bëm bje më në tjeke. Ina nerone. Si shpegoni që kanal stereot të gjithë? I lidh ftera apo i lidh si thua intelektualizmi? Si është vërtet? Ke gjetur njeriun më të papërshtatshëm se vjen për herë të parë. Unë e para herë. Mirë, po ju pikërisht sepse e vini për herë të parë, ju jeni e jashtme. Po, edhe mund ta thoni objektivisht. Mua më vjen shumë mirë që takojnë stereotët dhe që mbajnë të lidhje. Po, kur dhe neve na vjen mirë që ju jeni afër me prapë me vendin tuaj. Jo, unë jam duket më afër se juve, se ju e keni jetuar dhe Po, kurse ju e keni më mballë. Kurse ne kemi edhe një dhëmbje që se kemi njohur, se kemi parë. Jo, do kishim qenë që të bie edhe fatosin.
Të bëjnë një shkrim për fteriot dhe ato se ka bërë shumë shkrime. Do t'ja marrëm një intervistë në gazetë. Duhet kisha edhe Fatosis. Fatosis s'ka ditur fare këtë. Do t'i thuash për shtipin? Do t'i them. Për këtë takim. Fteriotin do t'i them të quajmë fteriot. Jo, ka përdera e që Jo, i vjen mirë. Shiko, edhe Lubonja ka. Kurva i thot. Mund të oficial. Për takimin saktë. Jo ditë e punë, po muaj të punë. Kjo në Moli këni ma të rëmi. Shkoj të takoj tim të nërë? Se këta ku dalë shkjerë. Këmë shikosë. Së të shqeqe për të me ka kojtë. Gjamal. Shkevi? të marrë të një punë me kamerën a i pastaj të si e në mirë? Ne. Jeni të martuar apo të fejuar? Ne... Gjusën të fejuar, gjusën të martuar, edhe qasi... Në fakt, akoma si më martu. Po mirë, po fteriotët e puthin nusen zakonisht. Nuk janë si kuqiotet. Po jemi gjusën fteriotme. Unë jam fteriot, kjo është nga skapari. Dhe shumë mirë. Nga me që katër. Gati? Polinero. Atë në im. Do kalon të glubin. Po ishte dhe Resuli që shikon të kanë lumë. Vjen vlau andaj për të. Dhe nuk i të ku shikon? Të thot ai këllaj të të. A boj? Të më të do me të rinë? Po një në rëmë, ka shumë më i lumi, të se anë i vlau të mbitë të këtë. Haja të kërë. Edhe? Po Resuli ishte karshi, shikon. Edhe në tjerë që kemi kënë farë. Në në tërë kërësurë dhe Resulit. Gjemali nuk e dhja të Resuli. Po Gjemal, kur ishte Resuli fotograf, bënde si kur i nëzirë të edhe prishte faturat. Të gjithë fotografët kanë bërë. Gjemal, asë se kam bërë. Nëse ta e të rrugës të është, ta e të rrugës. Unë dhe të erdi do që të regulohet rrugës, po ma e ndërë. Më tepër në fterë më pëlqen, vëndi, fshatartë, panorama, pamjet të ndryshme që ka fshati, jemi gjitha kompaktësia që kemi me njëri tjetrin. Ajo është kryesorja. Po juve? Dhe gjitha, edhe unë jam dakord me të parin se kryesorja e kryesoreve ka qenë uniteti. Kompaktësia në fshat, dashuria për njëri tjetrin, në mbështetje për njëri tjetrin. Çfarë ma mend më tepër dhe që të ke nostalgji për fterën? Gjatë kohës time ma shumë gjëra sakrificat të jetës time dhe të gjithë në përgjithësi për fshatin. Megjithatë, fshati jonë ka një merit tjetër të veçantë për sa i përket gjatë luftës nacionale shqiptare, që nuk u trazuam me majtë me vëllezërinë korrekte deri në fund. Megjithëse pam ndonjë gjëra të vogla, gjëra për gjëra s'na prishin shumë punë ato. Me gjithë jemi të nëruar. Po juve? Më pëlqen shumë vend linja ime. Kujtoj shoqet, njerëzit e afërt, prindërit kanë qenë aty. Çfarë ma mend më tepër që t'ja ngel në mendje? Çfarë më mend?
fëminin time, që kam qenur me shoqet me gjithë. Po juve, sa ju ka ngel në mendje që keni nostalgji për Fterën? Në mendje më ka ngelur... Më fort. Në Fterë më ka ngel në mendje vetëm dashuria për fshatin, kujtoj atë fëminin time që jam rritur jetim, kujtoj luftën që vajta në Fterë edhe mu munduam që të mbanim lartë entuziazmin edhe të unitetin e fshatit. Kështu që nuk në fshatin ton nuk pati asnjë të qarë në mes njëri tjetrit. Po juve? Për mua Fterë është e mrekullueshme. Unë pata fatin që të veten në shumë vende të botës, po nuk mund ta krahasoj me Azinë Fterën. Kur veten në Fterë ngjallem. Kujtoj rinin time, kujtoj kur kemi qenë të vegjël, kujtoj gjithë njerëzit e fshatit, edhe për mua është i jashtëzakonshme Fterë. Po juve? Ne kemi dashur të rjetën, që në vogjëli edhe më pas. Edhe gëzimi më i madh për neve është se Ftera ka ditur të ruajë, të përfitojë nga brezi në brez, të përfitojë nga gjërat e mira. Ftera ka pas traditë kulture dhe është zhvilluar shumë duke dhënë ndihmë njëri tjetrit. Dhe nga modeli që është brezi tjetër, ka mësuar brezi i ri gjithmonë. Rrëza e Xorit bashkë me burim. Ma thuaj plot fjalin, më shumë. Më pëlqen më shumë rrëza e Xorit, për arsye se aty është i Xori, burimi me ujë të akullt të kristalt. Ka xhaden, dyqanet e tjera. Po juve? Po, në pëlqen në përgjithësi kur vjesha lart malit, rëmova, lugut ku shkonin njerëzve, gjoje zënë e thellëzës kënaqe, zënë e qiqes. Aq më tepër na bëjë zënë në mal. Më fort, Mua më pëlqen më shumë Bregu i Lleshe. Atje kam lind, atje jam rrit, ajo më pëlqen më shumë se të gjithë. Po juve? Mua më pëlqen lagja ime, sigurisht, jo Fterajt, po e gjithë Ftera më pëlqen. Për bukuritë që ka, bukuritë pa shembullta. Po juve? Në përgjithësi, fshati, por njëkohësisht rrëza i Xorit, që kemi ujit të kristalt, dhe është kurgohen tamam lum. I ftohet me gjithë mirë tash. Rrosh Xhemal. Çfarë do të tani? Rrëza e Xorit më pëlqen më shumë, që atje jam rritur. Jam linja, atje jam rritur. Në rrëza e Xorit më pëlqen më shumë e gjithë Ftera, në radhë të parë, edhe pastaj kujtoj fëminin time në Galisht. Galisht? Ashtu. Soni më shumë nga fteriotët? Nga të kaluarit? Kjo është pyetje e vështirë. Vlerësimi është total. Se punë Mis Albanias. Është mirë thotë ai si punë Mis Albanias, se duhet me vota që ta hedhësh. Megjithatë Ftera ka pas gjithë një burra të mençur, burra të trima që e kanë nderuar Fterën. Ata që kanë vdekur. Ata që kanë vdekur do të përmend për shembull Ismail Bezhani. Po juve? Çfarë do? Babain tim. Bravo. Po juve? Unë kam shumë për të përmendur, po më shumë Halil Maton që kam punuar me të. Po juve? Unë përgjithësi tërë ata plejti kanë kaluar para. Baban tim, Shuqo Qiqen. Juve? Unë Hikmet Dushën. Shumë mirë. Kë pëlqen më shumë nga njerëzit që kanë vdekur? Një njeri. Një vetëm apo disa? Një. Ftera ka shumë njerëz të ndritur, po mua më kanë pëlqyer të gjithë. Një vetëm, përmend një emër. Ivzi Bezhani. Juve? Nga të vdekurit? Po. Tash mund të them në tërësi kanë qenë të mirë, por me veçanti respekt për rolin për Xhaivziun. Ka ngel në mendje vetëm një pjesë, një moment, një shkëm, një burim, cila? Po ai pusi maqe je. Mua pusi taras. Po ti? Vetëm pjesa kur kemi shkuar në lumë të Çorraj për në shkollë. Ura. Që na shkëputej çdo dimër. Cili person që ka vdekur në Ftera vlerëson më tepër?
ke më tepër respekt. Të kujtohet, njëri kujton babajnë e vetë deri tash, ka plot. Ai është i gjallë, prandaj e kujtoj po. Për shembull, ti kë respekton më shumë nga se i cili ka njerën e vetë një person. Duhet mendojsh dhe ti krahasosh kështu nga brezi. Ne im zanin si mësuesi Joni e fillores. Edhe mësuesi për hershëm i fshatit. Kodra. Cila? Kodra ime. Po juve? Mua më pëlqen i xori kur fut ujit atje dhe këmbët e ftojmë. Mua më pëlqen ftera, si fshati më i bukur në atë zonë. Po një pjesë e fterës, cila? Shkëmikuq. Po juve? Mali, kryesisht mua e drorit. Po juve? I xori, aty ku thaj. Ai xori dhe aka thia. Po, hiç me dusha. Mua Omer Korkuti, Xhaxhain. Mua Refik Bexhani. Ka qenë deri i fterës, gjithë familje Bexhane, edhe Refiko ka qenë deri i fterës. Edhe shtëpia më e parë në Tiranë këtu ka qenë Refik Bexhani, i pari. Edhe ka qenë hoteli i fterës, hoteli i studentëve fterës. Sa heq vetë Refik Bexhani me rapon, jeje na 20-30 steriot. Edhe ka bërë mirë gjithë fterës. Edhe bëri dhe xhadeni e fterës, ajo xhadej që është ashtu, e ka bërë Ismail Bexhani i parë, e ka bërë dhe Refik Bexhani i dytë, që u bë drejtua aq mirë xhadeja, e ka bërë Refiku. Meriton të ketë një monument atje në fterë. Meriton të marrë gazetë e fterës, di faqe, jo një faqe. Është neri i fterës Refik Bexhani. Edhe ka mundësi të vinë në televizor? Ka dhe mundësi të vinë në televizor, se ka ndihmuar gjithë fterën. Unë Refiku, jam shumë dakord me atë shokun. Juve? Mua në fterë më ka pëlqyer Mehmet Dusha, si njëri i thjeshtë, masovik dhe patriot, si dhe luftar i brigadave partizane. Fort. Pjesa më e mirë e fterës për mua është Rëza Ilzorit, burimi. Po juve? Edhe për mua Rëza Ilzorit është pjesa më e mirë. Po juve? Morë dhe ujtë e burimit derit e ujtë e ri që jemi ndjerur në përgjen, që do livon. Cili person në ata që kanë vdekur në fterë të kujtohet si një njeri i nderuar i fterës? Vetëm një emër. I nderuar? Një. Për disme dhe Bexhani Ponjën, edhe... Juve? Halil Matu. Juve? Të gjithë nderuar kanë qenë në fterë. Një. Po ja e thanë ta. Po thuaj një që të mëndë, që të kujtojë. Njeri të nderuar në fterë, mendoj se është Remzi Prahuar. Nga që me ta duke shupit momenti që të vinje ti, për ndaj gjinja dhe unë në kamerë. Si vjeni, si duke një veshë ndë, si a qoni. Ere i qik me vone, si e dalë se kemi... Po vinin ca delegacione nga penguan. Jo se... Ronaldo. Ja dhe në tomë. Ronaldo. I tha, Arit shkom qefi tha. Toni tha. Ishte gjatë jedin bashkë. Hajde.